Milioneri e gjeti pastruesin e tij duke fjetur në shtratin e tij dhe bëri diçka të paimagjinueshme. Një grua pastruese e lodhur pas orësh të tëra pune vendosi të pushonte pak, por zgjodhi vendin më të gabuar të mundshëm, shtratin e shefit të saj. Një burrë që rastësisht ishte një miliarder i rezervuar që nuk i pëlqente të kishte kontakt me askën. Por atë natë ajo u kthye në shtëpi më herët se zakonisht, dhe ajo që ndodhi më pas askush se kishte parashikuar. Në majtë një grattacieli prej xhami, ku dritat e qytetit dukeshin si yje të bllokuar në tokë, jetonte André Cortez, një gjeni i teknologjisë dhe themeluesi një prej kompanive më të vlefshme në botë. Në moshën 36 vjeçare, ai kishte qenë në kopertina revistash, kishte fituar çmime dhe ishte shpallur si për mars i vitit, por asnjë nga ato kopertina nuk tregonte çfarë mbante ai për brenda, një vetmi që e thynte ngadalë. Apartamenti i tij në katin e sipërm kishte 6 kate, pamje 360 gradë dhe horizontit të qytetit dhe teknologjia që dukej si nga një botë tjetër. Muret që ndryshonin ngjyrë me komandë zëri, robot dhe perde që kushtonin një pasuri. Për këtë arsye, Andre kishte një rregull të vetëm e të rreptë. Ekipi i pastrimit mund të punonte vetëm kur ai nuk ishte në shtëpi. Asnjë kontakt, asnjë bisedë, vetëm heshtje dhe efikasitet. Derisa një mëngjes të ftohtë së mërkurës, Camila mriti në katin e 45 për të pastruar apartamentin për herë të parë. Ajo ishte re, nën beqare, një djalë 5 vjeçar me rrath të zi në sy dhe një CV të mbushur me punë të përkohshme. Kur u hapën dyert e ashensorit, ajo me zemër të frym, dy shemëmer meri italian që shkelqente sipas qyr, shkallë xhami që dukeshin sikur fluturonin, kopshte vertikale me orkide të rralla, dukej si një vend nga një botë tjetër, një botë ku ajo s'mund t'i përkiste kurrë. Camila punoi pa pushim, duke pastruar çdo detaj si të ishte në provim. Por kur hapi një derë prej drurit të errët, gjeti dhomën kryesore të gjumit. Shtrati ishte gjigant, i mbuluar me çarçaf pamukut egjiptian dhe me jastëk të butë për rreth. Vetëm një minutë mendoi ajo. U ul në buzë të shtratit dhe bota u zhduk. Nga ngrohtësia, aroma, heshtja, ajo ra në gjumë. Disa orë më vonë dera u hap. Andre hyri dhe u ngri. Në shtratin e tij qëndronte një grua që nuk e kishte parë kurrë më parë. Jo mysafire, jo hajdute, thjesht një njeri. Ai mund kishte bërtitur, kishte thirrur sigurimin, kishte bërë skenë, por nuk e bëri. Në vend të kësaj u ul në një karrige dhe e pa teksa flinte. Kishin kaluar vite që nga hera fundi që dikush kishte qenë në atë hapësirë dhe në atë qetësi. Camila u zgjua e trembur nga tingulli i një filxhani. "Mirëmëngjes," tha i but, me një buzëqeshje të lehtë. "A fjetë mirë?" Ajo ishte e ngrirë. "Mund të shpjegoj," tha ajo me frikë. "Thjesht isha shumë e lodhur, të lutem, mos më pusho." "Qetëso," e ndërpreroi. "Ulu dhe pi pa kafe. E kam për vetë. Është më e mirë se çdo gjë që përgatisin robotët e mi." Në ditët që pasuan, Camila nuk u pushua nga puna. Përkundrazi, filluan të shfaqeshin gjestet vogla, një shënim pranë makinës së kafes, një kuti çokoladash, biseda të shkurtra që u kthyen në biseda të gjata për libra, filma dhe receta për djalin e saj. Ai ishte një zotëri dhe ajo një grua që e kishte harruar si ndjehej mirësia. Derisa një ditë, kur djali i saj u smur, Camila u detyrua të largohej menjëherë nga puna. Pjesa e dytë vazhdon nesër.